Ajo që kam la përshtypje për matchen, para se të filloja me përdore që lexova, që thuhet që matcha ndihmon edhe në humbje të peshës sepse rregullon metabolizmin, por nuk është laksativ. Do me thonë, nuk e dëmton florën e zorëve siç e bojnë disa çaja që janë për dobësim, po matcha rregullon së bashku me kolagjenin e rregullon metabolizmin dhe humbja e peshës pastaj është më e lehtë. Po më e lehtë, tham, është kafeinë natyrale matcha, edhe përveç asaj matcha përmban edhe magnez, mirë po përmban edhe klorofil. Klorofili është një nevojë e veçantë e organizmit për regjenerimin e gjakut ton, ndërsa nuk është laksativ. Kjo dihet se laksativët ata mund të na dehidrojnë. Për shembull, edhe mund të na paralizojnë zorët, nëse vazhdimisht marrim laksativ atëherë bëhet zora dembele. Kështu që më shkurt për dallimin, derisa thojmë se kafeja na zgjon shpejt, matcha na mban të zgjuar më gjatë dhe më të qetë. Kjo ndikon shumë në reproduktivitetin tonë në punët e përditshme, sidomos personat të cilët punojnë me kompjuter, për shembull me punë mendore në banka të ndryshme, çaji matcha na mban më të zgjuar dhe më të qetë, pa atë lodhjen të cilën ndoshta do ta kemi nga kafeja apo nga pijet energjike, të cilat janë të stërmbushura me taurin, ndoshta edhe të pa kontrolluara fare. Dhe që janë shumë të dëmshme.